duar hapa të mëtejshëm që ne brenda 6 mujorit të parë të kemi IPAR 3. Më 18 shkurt të këtij viti, ministri i Bujqësisë Andi Salla deklaroi në një konferencë për mediat se fondet e projektit IPAR 3 për fermerët shqiptar do të hapen brenda 6 mujorit të parë të 2026-s. 6 muaj nga deklarata e tij dhe në muajin e 8 të këtij viti, fondet e IPAR për fermerët nuk duken në horizont. Në një deklaratë për mediat, sekretarja për integrimin evropian në Partinë Demokratike Fiora Albadizdari akuzoi ministrin se mashtroi sërish fermerët dhe se çështja e bujqësisë është e lidhur ngushtë me integrimin. Partia Demokratike denoncon mashtrimin e radhës të qeverisë Rama, premtimin e ministrit të bujqësisë se fondet e programit IPAR 3 do të hapeshin brenda 6 muajorit të parë të vitit 2026. Ky afat ka kaluar dhe fondet mbeten të bllokuara, ndërkohë Komisioni Evropian ka bërë të qartë se procedura mbetet në zhvillim dhe se nuk ka një datë zyrtare për rikthimin e fondeve. Sekretarja e Partisë Demokratike akuzon qeverinë se po penalizon fermerët shqiptar për shkak të abuzimeve të zyrtarëve me skemën e IPAR 1 dhe IPAR 2. Fermerët tanë vuajnë pasojat. Investimet janë bllokuar, zhvillimi i bujqësisë është ngadalësuar dhe Shqipëria vazhdon të jetë pa akses në financimin evropian të bujqësisë, si një nga instrumentet më të rëndësishme të këtij financimi për sektorin bujqësor, që është jetik për vendin. Bashkimi Evropian aplikoi 2 herë projektin IPAR, që ofronte ndihmë financiare për fermerët shqiptar, por OLAF evidentoi abuzime dhe po zhvillon një hetim të thelluar nëse vërtet paratë e taksapaguesve evropian kanë shkuar te fermerët shqiptar apo jo.